5.000, nëse do ta përgjithësonim numrin në mos gaboj, nga 29 vendet të botës që shërben aktualisht në Kosovë. Pra sërish trupat e huaj janë në Kosovë, edhe pas çlirimit të Kosovës, më shumë se 2 dekada mbas çlirimit. Në aspektin e sigurisë dhe të vendosjes së rendit, si është sot Kosova? Tani, po ta shohim vetëm nga prizmi i sigurisë në vend përkundër faktit që ka një prezencë dhe duhet të falenderoj Zotin që ka një prani ndërkombëtare ushtarake, që kanë mandatin të garantojnë edhe sigurinë dhe ambientin e qetë apo të sigurt brenda Kosovës. Megjithatë, raportet me partnerët jo çdo herë kanë qenë raportet e barabarta. Pra, ka ekzistuar gjithmonë ka mbetur Kosova ka qenë si e vetmuar në aspektin diplomatik dhe gjithmonë ju kanë nënshtruar standardeve të dyfishta. Ne kemi qenë aleat me perëndimin, por nuk kemi trajtuar në mënyrë të barabartë. Pra gjithmonë nga Kosova, domethënë diplomacia ose diplomacia softi dhe diskriminimi pozitiv për Serbinë për palën tjetër, kurse detyrimi i Kosovës gjithmonë që të bëj kompromise. Këto janë situata që unë mendoj do ta them me plot gojën se mungon barazia. Mirë po, a janë të nevojshme? Po janë të nevojshme. Pse? Sepse Kosova pas Rambujës dhe premtimit se do të jetë shtet i pavarur, sepse marrëveshja e Rambujës nuk e shkruan, nuk e ka të shënuar. Mos harrojmë se në marrëveshjen e Rambujës që theksohet definitivisht se respektohet integriteti territorial i RFS. Tërë procesi më tej është determinuar nga një besim blanko i udhëheqësit delegacionit Rambujë në atë kohë të Thaçi në raport me sekretarin e shtetit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo pastaj u përmbush, domethënë ky premtim amerikan u përmbush dhe Kosova deri te pavarësia. A kishte fuqi Kosova të jetë, si them, e pavarur plotësisht me ditën e deklarimit të pavarësisë? Jo, normalisht që nuk ishte. Prandaj, prania ndërkombëtare këtu ishte garantuese në njërin anë e sigurisë dhe mundsoi lëvizjen e Kosovës drejt pavarësisë dhe ndërtimit të shtetit, duke gjithmonë përmes dialogut, marrëveshjeve ndërkombëtare, diplomacisë dhe të shpallë pavarësisë. Por në anën tjetër, administrata UNMIK-ut këtu nuk i gjeti këto fenomene dhe të kuri që sot e kanë stërkeshur Kosovën deri në këtë nivel. Pra, u lejua përmes kësaj administrate të bëhen shumë punë ngabuar, që nuk duhet të them se ne do të kishim bërë më mirë, ndoshta do të kishim bërë më keq. Do ta kishim dëmtuar atë çfarë arritëm me sakicën e ushtrisë kombëtare të Kosovës, popullit të Kosovës dhe mbështetjen e vendosur të NATO-s në krye me SBA. Mirë po, janë instaluar disa forma veprimi, kurse veprimi institucional dhe shtetëror, të cilat Kosovën sot e kanë devijuar tërësisht nga rruga e përmbylljes së shtetformimit dhe funksionalizimi institucional dhe shtetëror. Këtu është shqetësimi. Tani, se sa po arrim ne të mësojmë të bëjmë shtet, është çështje që duhet vlerësuar. Mirë po, epilogu, mënyra se si po funksionon Republika e Kosovës sot, tregon se lën shumë për të dëshuar. Edhe një pyetje fundit, zoti Berisha. Përpos luftës së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për çlirimin e vendit, realiteti hidhur është sot se drejtuesit kryesorë të UÇK-s janë në bankën e të akuzuarve në Hag. Kështu që sa ja ka arritur propaganda serbe për të errësuar UÇK-n, për të minimizuar rolin e saj përmes një propagande dezinformuese, sa ja ka dalë gjatë këtyre viteve? Po pikërisht këtu qëndron ajo konteksti që po ngre unë në raport me quajtjen ditë e paqes. Sepse paqja buron nga drejtësia, kurse liria vjen si rezultat i luftës dhe sakrificës. Derisa ti sot ende luftojmë për pagjetur, derisa sot ende gjykohemi nga padi të stisura nga shërbimi sekret i Serbisë. Ka një shkëputje atëre, ishim në një bisedë me zotin
Hisem Berisha, ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, për të folur për 26. Atëherë, zoti Berisha, sepse pati një ndërprerje ndoshta për shkak më dëgjoni? Si duket pati një thirrje. Pikërisht pra problemi i vetë drejtësisë. Pyetja që kam, dakor se dhe i thatë këto pak më herët, por përse pyetja që kam, përse ja ka dalë Serbia apo shërbimi, mirë, me sa duket presim disa çaste nëse do të rilidhemi sërish me zotin Berisha. Atëherë jemi, zoti Berisha. Meqense ju i thatë dhe pak më herët këto, pyetja që kam, përse ja ka dalë Serbia atëherë? Mirë, me sa duket do t'jetë e pamundur që ne ta përfundojmë këtë bisedë. Dakor, mirë, ndoshta një moment tjetër, mund të rilidhemi sërish me zotin Hisem Berisha, ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Unë e falenderoj gjithsesi për kohën që na kushtoi për të komunikuar së bashku.